Njësia operacionale për sigurinë rrugore në varësi të drejtorisë së policisë rrugore u ndal këtë të enjte në qarkun Dibër dhe drejtues mjetësh janë dëshkuar për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Aksioni u zhvillua në rrugën e Arbërit në Bulqiz dhe në pikat e zeza të rrugëve të tjera nacionale ku ka patur aksidente së fundmi. 10 drejtues mjetësh u ndëshkuan me masa administrative gjatë monitorimit pajisje inteligjente si dron, radar dhe alkool testues. 120 drejtues mjetësh që lëvizin me shpejtësitë e normës së lejuar në objektivin radarit të njësisë operacionale. 28 parakalime të gabura u konstatuan me pajisjen dron, si dhe disa drejtues mjetësh kryesisht të transportit publik u testuan për përdorim alkooli. Oficerët e njësisë operacionale për sigurinë rrugore ndëshkuan me masë administrative 81 drejtues mjetësh për përdorim telefoni gjatë vozitjes dhe mosvendosje të rripit të sigurimit. Njësia operacionale për sigurinë rrugore do të vijojë aksionin e ndërgjegjësimit të zbatimit të kodit rrugor, por edhe ndëshkimin e shkelësve që përbën rrezik për sigurinë rrugore në të gjithë vendin.